Kur ne shkojmë dhe aplikojmë për një punë, na paraqitet një kontratë, të cilën ne, nëse do ta pranojmë, do ta firmosim, duhet ta zbatojmë atë dhe pronarin e kësaj firme, ne duhet ta dëgjojmë dhe t'i bindemi urdhrave të tij. Po kështu, nëse partnerin apo partneren tonë ne duam shumë, do t'ja vërtetojmë atij me gjithçka që e duam. Mundohemi të bëjmë dhurata, mundohemi të bindemi atij kur na kërkon diçka, bëjmë për të atë që ai pëlqen, i largohemi nga ajo që atij apo asaj nuk i pëlqen, për t'i shprehur kështu dashurinë. Dhe nuk mjafton vetëm fjala të dua, nëse ajo nuk zbatohet me vepra. E pra, në gjëra të vogla dhe gjatë ditës, ne duhet që ta vërtetojmë me punë dhe me vepra, jo vetëm me fjalë, kur ne e duam diçka. Po krijuesin ton. Po Allahun e lartë madhëruar, i cili na ka krijuar kaq bukur, në formën më të përsosur. A mund ta imagjinonte do dikush nga ne që këmbët t'i kishte në vendin e kokës dhe kokën ta kishte në vendin e këmbës dhe në këtë mënyrë të ecnim apo të vepronim? Pra në asnjë moment, në asnjë imagjinat që do ta imagjinonim veten tonë, nuk e imagjinojmë dot më bukur se sa na ka krijuar Zoti. Shumë njerëz thonë, po unë e dua Zotin, unë e dua shumë Zotin, unë e besoj shumë Zotin. Më fal, vetëm fjala të dua, nëse ne nuk i zbatojmë urdhrat që ai ka shkruar në Kuranin famlarc, pra kjo është kontrata. A e vërtetojmë? Vetëm me fjalë? Nëse ne i veprojmë gjëra që ata e mërzisin dhe janë të ndaluara, a kjo është vërtetimi i fjalës të dua? Ndërkohë që Zoti ynë e ka vërtetuar që na don kaq shumë, duke i bërë vetes së tij që dashurinë që ka për ne na ka bërë krijesën më të lartësuar në këtë tokë. Dhe gjithçka që ai ka krijuar e ka vënë në shërbimin ton. Gjithçka, tokën, qiellin, pyjet, malet, kafshët, detrat, gjithçka në shërbimin ton, ai e ka vërtetuar. Dhe kur gabojmë, na fal pa mas. Dhe derisa të kemi jetën, ai derën e faljes dhe mëshirës e ka lënë të hapur deri në fund që ne t'i kthehemi atij.